Shikus dashtun, mirë se erdhët në përjetimet pa shprehuna. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sot kam kënaqësinë me pas një musafir të veçantë, Arber Zekaj, psikoterapist dhe ekspert i shëndetit mendor në sistemin e burgjeve. Për Arbrin, kjo nuk është veç punë, është një udhtim në dhimbjen, shërimin dhe shpirtin e njeriut. Arber, mirë se erdhe. Besarta mirë se kam gjetë, është kënaqësi me ka bashkë, edhe shpresojmë që kena me përfitu diçka për kësaj kohë që na kena me kanë bashkë. Arber, ti shëron plagët e tjerëve, plagët e shpirtit me psikoterapi. Po plagët e tua, qysh i ke shërua, po qysh i ke pejkalu? Është një pyetje e zakonshme që nashta është një përgjigje e zakonshme që ja dhon shpesh për studentat në psikoterapi, edhe kur është një pyetje që ata bojmë presion kur kena me përfundu, kur kena me bo psikoterapist, du të me marrë një letë të rekomandim që ata me bo psikoterapist, edhe në thamë, nuk mund është me bo psikoterapist nëse qoftë se nuk i ki 250 seansa personale, edhe nuk e kajtë sa të mëjsh, edhe nuk i ke shpëndzu një pjesë të madhe të facoletave, me cilat ti ke fshilët e tu. Kjo i bjen që mu bo psikoterapist është rrugë e gjatë, në kuptimin e gjatë në kohë kur e masum me orën, po është rrugë e shkurt e takimit vetës tone, në një format tjetër që ti heziton me taku vetën tone. Për ndryshe, në qoftë se s'kish me qenë që kë rrugtimi psikoterapisë, dyshoj shumë që unë nuk isha me taku vetën tem qatë format. E kujtoj shumë mirë ditën e parë të seancës tem personale, ku është hera e parë që unë punoj diçka personale, edhe në seancën e parë në psikoterapi me terapistën teme, hera e parë, seanca e parë, po diskutojmë gjana të ndryshme, të cilat aja po kërkon edhe në e parë është si një format i zakonshëm. Edhe në herën e parë, mas përfundimit, po e pyes veten, a është kjo rruga që unë po e du, a është kjo rruga e psikologjisë që unë e kam menu, sepse nuk pas ka diçka në to, nuk është qaq interesant. Sepse nuk dol na i shka prej asoj seancës parë, edhe isha obliguar me shku herën e dytë, sepse kom caktu terminin. Kur shkova herën e dytë, e kam pa që me të vërtet, që kjo është rruga që unë po du me njek, edhe që kjo është rruga që mu në realitet më dohet. Arber, a ke pas ndaj moment kur ke ndje gjatë terapisë tënde sigurisht, kur ke ndje që je përballë me diçka që është përtej asaj shkencorës, përtej asaj atyne njohurive që ti ke pas edhe që ka qenë ndoshta diçka ma universale, ma shpirtnore? Aftësia më e madhe e njerit është shpresa. Edhe kur ti të njerëz të vujtën, të njerëz që kanë pas një sfidë në jetën e vet dhe janë thyr totalisht, në një moment kur ti nuk e din që ma ka kuptim jeta ose s'ka kuptim jeta për ty, ti në pozitën e tjetrit. Në këtë rast, unë në pozitën e klientit tem, shoh që ai ku pe gjanë gjithë qatë guximin e vetë, me jetu hala, qysh po arrin me shujt dhimbjen e vetë mrenshme që e ka, që kjo është qaj momenti kur unë kom thonë sa e fuqishme është shpresa që e ka njerëzit. Dhe ti nuk e din që shpresa si aftësi që na e kemi se cili njeri, ti nuk e din çfarë gjendje çka është me bandë. Kjo komentohet edhe me plot raste që njerëzit kanë pas një jetën e vet, edhe kanë vepru diçka, për shembull në luftë, tregon migja jam që ai ka kapërcy një muri që është 2 metra diçka, edhe sot nuk din as vetë çka ka ndodhur me to. Kështu që shpresa për jetën që e ka bon që ai me dalë prej vetës vetë, me dalë prej të natyrshmës të vete. Kështu që në plot raste në klinikën tem, po dhe në punën tem në burg, shoh që shpresa është aftësia kryesore që njerëzit e kanë dhe përmes sajna mundën njerëz me bë çudi. Kur tham me bë çudi, mundën me bë mrekulli të caktune për me arrit qëllimet e veta. Ti mundesh me thonë po qysh njerëz po arrin me gjithë guximin edhe me thonë që kam ja dal, kam e ardhë diçka, po nuk e kap aja pjesa racionale e trunit tonë, nuk e kap këtë pjesë, sidomos pjesën e shpresës që na e kena. Në realitet shpresa është diçka që na duhet me ushqy si aftësi, qysh e ushqejmë si aftësi është kur na i shohim senet në aspektin pozitiv.
Mirë po mi pa senat në aspektin pozitiv, për shembull nuk duhet mi pa gjanat vetëm në aspektin e mirë, po duhet mi pa gjanat edhe në aspektin e keq, sepse pozitivi bjen kuptimin e fjalës terminologjike, tërësia faktike edhe që i bjen që dush në një të keqe tonën me pa edhe diçka të mirë që po ndodh. Kështu që na jetën tonë përgjithësi nuk duhet me pa veç pjesë të këqija që po ndodhin, sepse kim tendenca me herë mi pa, po mi pa edhe pjesë tona të mira cilat po ndodhin. Në qoftë se një person në jetën e vet ka depresion, atëherë është një aftësi e veçantë që e ka mrena që mos me ndje gjithçka, është i gatshëm, është i ftoftë për me ndje emocione. Përderisa për shembull edhe njerëz që kanë shizofreni, dhe të shizofrenia ti thu, shiko, që ky njeri mos s'ki çka më pa, qysh ka me jetu ky njeri, ka me qenë i pa aftë në jetën e vetë, në stilin e jetës, i pa aftë me ndërvepru me tjerë. Mi po në realitet kur e sheh thjesht është një aftësi e tina me qenë njëkohësisht në këtë botë një botë tjetër. Sepse na në mjekësi kena gjiku shumë problemi, sidomos shëndet mendor, edhe e gjikojmë, vazhdojmë e gjiku shizofreninë si një problemi, po në anën tjetër thjesht ata marrin terapinë e nevojshme dhe funksionojnë sikur çdo njeri tjetër. Kështu që janë çto paragjikimet, të cilat na i kena për smundjet, dhe në realitet kur e shef shpresën që e kanë ata që vujnë për këtyre problemeve, ti mëson prej sajna, merr motiv prej sajna, sigurisht unë kam marrë motiv shpesh prej njerëzve të cilët në realitet prej shizofrenisë, dhe na thojnë që shizofrenia është diçka që ti smerresh me ta, shizofrenia është diçka që okay, s'ki çka i ban, po në realitet e sheh që çaj mësimi i jetës për me gjetë pozitivitet, për me gjetë shpresë se ka jetë, edhe mundesh me jetu edhe të pas probleme të caktune, është normal që ky problem. Po e kam një rast një kliente e cila fatkeqësisht kanë rru jetë. Jo që kanë rru jetë edhe ka bë vetvrasje, po ka qenë nevojtne vazhdimsi pi problemeve të caktune në jetën e vet, po në së fundi është diagnostifikuar me kancerin. Me kancerin në gjinj, edhe ka amputu njërin gjinj dhe pastaj ka amputu edhe gjinin tjetër. Qaq shumë ka mësu prej sajna, qaq shumë pozitivitet dhe shpresë për jetën ka mësu prej sajna, që në realitet nuk di që ka mësu edhe diçka prej meje. Unë kam mësu shumë prej sajna, kam mësu shumë prej jetës sajna, edhe qatë dëshiren e madhe për jetën, dhe qysh ajo e ka shfrytzu çdo minutë jetës para vdekjes sajna, adim më pasionon edhe në vazhdimsi, më përcjell ftyra e sajna, tregimet e sajna, porositë dhe këshillat e sajna që i ka dhënë, ai në këtë rast i ka dhënë për veten e vet, mu më bojnë hala gjallë edhe shoh që shpresa është çaja që neve na ban me t'i kalu çdo sfidë e cila mundet me ndodh përballë neve. Arber, e shpjegove shumë bukur konceptin e shpresës, kisha pas qef shkurtimisht edhe në konceptin e besimit, si rol kyçëm psikoterapi gjatë trajtimit. Çfarë efekti, çfarë rëndësie, çfarë peshe ka? E ke fjalën për besimin, që të nën konceptet tona në jetën tonë, besimin Zot është diçka tjetër, edhe na herë besimi kështu veç me besu është një aftësi tjetër. Tash kur po flasëm për shpresën, prap lidhet edhe besimin Zot lidhet me shpresën. Po nëse qoftë se një person don me formsu jetën e vete, ai mundet me formsu jetën e vet vetëm duke besu Zotin. Normal, na nuk po gjykojmë kërkan format e besimit, qoftë krishter, qoftë jahudi, mirë po psikologjikisht gjendjet tona, mirëqenia jone psikologjike, me pas një mirëqenie të mirë psikologjike, një balancë të mirë jetësor, në realitet ti patjetër dosh me besu Zotin. Kur tha me besu Zotin, i bjen që në psikoterapi pozitive ti dush me pas një koncept për jetën. Nëse ti nuk i një koncept për jetën, çfarë kuptimi ka jeta pastaj? Kështu që koncepti jam për jetën normal që është besimi në Zot, që është qysh dohet, për shembull në bazë konceptet të Kuranit edhe të haditheve të Muhamedit alayhis salam, kështu që njerëz mundën me pas edhe forma tjera të besimit. Në qoftë se ti nuk e ke qet konceptin për jetën, nuk e di çush jeton ose çfarë kuptimi ka jeta për ty. Dikush mund të më thotë po kuptim për mua jeta ka përmes një filozofie të caktune, që thotë familja është më e rëndësishme. Dikush tjetër thotë që me veç me bë mirë, nuk mjaftojnë çdo gjëra, domethënë janë shumë sipërfaqësore. Me bë mirë. Çat besimin Zot që ti e ndërton, do çat në nshtrimin ndaj Zotit,
qatë dashurin edhe qatë mirësjelljen dhe sinqeritetin që e dhuron edhe për njerëz të tjerë, edhe përmes dashnisë për Zotin, e formson jetën tonë. Përndryshe jeta jote nuk ka kuptim. Edhe ashtu për shembull psikoterapinë pozitive, balanci jetësor, se balanci i jetës, që ti dosh me balancu jetën tonë, është përmes aktiviteteve me trupin tanë që e ki. Ku ti kujdesesh për veshje, ku ti kujdesesh për ushqimet, ku ti kujdesesh për ushtrime, ku ti kujdesesh në aspektin mjekësor, sepse ka disa ankesa të cilat ti dush më kujdes për to. Pastaj komunikimi me tjerët, sa jeti i gatshëm me komuniku me tjerët, me ndërvepru me tjerët, sa i hapun për ta, ose me vepru diçka për ta, dhe angazhimet e jetës tonë që i ki me arrit diçka. Dhe na dojna me arrit shkolla, na dojnë me pas një punë perfekte, na dojnë me pas pare. Edhe këto janë 3 prej 4 aspekteve të balans modelit. Edhe më e rëndësishmja është që unë najherë i tham klientave të mi, çu kujdesesh ti për shpirtin tanë. Çka ban ti për shpirtin tanë, çka ban ti për veten. Dhe çka baj për veten nuk në kupton çka ti veshësh, çka ti han, me kanë rren, çfarë shkolla është i ki. Çu kujdesesh ti për veten është çu beson ti. Dhe sa beson Zotin ti, sa je nënshtrosh Zotit ti, edhe sa jap natyrshëm qatë nënshtrimin tanë ndaj Zotit tanë. Kështu që kjo është koncepti, sa kujdesesh ti për veten tonë, jo sa kujdesesh për veten tonë, sa kujdesesh ti për shpirtin tanë, që përgjigjen që ti jap në çet pyetje, nëmë kupton besimin që ti e ki në Zotin tanë. Që kjo është koncepti i besimit. Gjithë kemi vështirësitë tona edhe fazat e vështira në jetë. Kur ka qenë kjo për ty? Qysh e ke përjetu ti edhe qysh e ke gjetë forcën me t'i kalu? Najherë menoj që është lufta që e ka përcaktu qëtë pjesë. Sepse ka situata në luftë që kemi t'i kalu, edhe po ke thonë që qëtash mbaraj gjithë shka. Se ke pas qatë ndjenë që në ta kanë kriju prindët e tu, edhe njerës që i ke pas për rreth. Po si i vogël, jo i vogël, si adoleshent, nuk është që ti menon shumë çka është kjo farë puna, ose çfarë po ndodh, edhe pse shpesh ka pas mundësi që çaj është funi. Për shembull, e kujtoj shumë mirë një situatë traumatike temën, duke u fut në shtëpi të tezja, dhe janë policjanën anë, duhe ban rrimin e tyne, dhe u kanë koha ku ti s'ke guxoft me dalë, po unë kam dalë edhe ata janë kthy krejt me tyta prej meje edhe unë kam vazhdu edhe nuk e di as që shkon vazhdu. Që i bjen që kjo është një fillim, ose është një sfidë që unë e kom të i kalu dhe se kom ditë që ka po ndodh me mu në realitet, për shkak të moshës që e kam pas në atë kohë. Mirë po, ka pas situata dhe tjera, për shembull një situatat më të vështira, janë situatat e vdekjes gjyshev të mia, për shkak se po flasëm për anën tem emocionale, jo ato çka është në aspektin kognitiv. Për shembull, nëse racionalisht i thua, ke qenë në një situatë vështirë ku të është drejtu arma dhe ti po do me vdek, po nuk është çfarë situata, janë situata tjera shpirtërore. Situata shpirtërore gjithëherë shumicën e rasteve lidhen me gjyshet e mia, të cilat kanë vdek 2 javë larg njëra tjetrës. Unë kam qenë në vizitë jashtë venit, edhe kur jam kthy te shtëpia, më kanë treguar shtëpisë që gjyshja është smut, sepse gjyshja e shtëpisë Nana Oz, aja ka pas ëndër, me shku jashtë venit, me shku në Gjermani, në Suedi, ku do qoftë, me shku Kosovën. Ka qenë ëndra e saj, edhe më në fund është plotësu ëndra e saj. Edhe kur është plotësu ëndra e saj, aja shkon në Suedi te Migja, edhe kur shkon atje aja pëson sulm në tru. Mirë po fatkeqësisht nuk ka pësu sulm në tru, ka vdek për shkak të sulmit që ka pas në trunin e sajna, dhe unë kur kthehem në shtëpi, unë e pres që gjyshja kur ka më kthy, baj pyetje dhe ata më thojnë mu që gjyshja është pak smut, që baba po shkon deri në Drenas, me shku te Migjallar, në realitet ai ka shku me ditë kur ka më ardhur gjenazja në shtëpi. Mirë po ata s'm kanë tregu mua askush kur gjë. Dhe kanë shku 2-3 ditë, gjyshja ka vdek, edhe rastisht vjen një kojshi dhe mu më thot, Arber, o mërzite, don s'po di për çfarë më thot, o mërzite. Tash jo, s'u mërzita se inshallah din mas është në spital, ban ma mirë, e keqja kjo tha se ka vdek gjyshja. Edhe ato për ato bota për mu rrotullu, gjithçka ka hub kuptimin e vet, sepse unë kam thonë që nuk muj me jetu pa gjyshet e mia. Kështu që nuk e di pse kam thonë që të sen,
edhe sot ditë unë e kam shumë vështirë me i marrë edhe me i pa fotot e gjysheve të mia, sepse jeta jam gjithherë në vazhdimsi është lidh me dy gjyshet e mia. Njëra është aja cila më ka mësu mu mirësjelljen, edhe njëra është aja cila më ka mësu mu sinceritetin, edhe kjo ka qenë që e lidhja jam shpirtënore. Kështu që përmbysja e botës tem nuk janë situatat e luftës, po është situatat kur kam humb gjyshet e mia, njëherë gjyshen e shtëpisë, dhe pastaj kam humb gjyshen e dajve. Gjyshja e dajve pastaj u mërzit shumë kur erdhi, sepse dhe ajo ishte në Zvicër kur u kthy. Nuk e di si kemi tregu, kështu që pi mërzis edhe ajo u mërzit shumë për gjyshen tjetër. Kështu që hala e kujtoj atë erën e tyne, e cila më ka ba muni i veçantë. Hala e kujtoj pamjet e tyne, këshillat e tyne, cilat mu më kanë majtë në realitet gjallë dhe më kanë dhonë atë jetën tem që unë du me pas, ose më kanë dhonë këtë që ka dënë këtë dynja me pas në aspektin shpirtënor. Sepse na nëherë menojmë që ana materiale është e rëndësishme, nëherë menojmë që ka shumë sene tjera të rëndësishme, mirë po që kjo prekja që ti ki me njerëz të tjerë, që kjo ndjenja që dhurojnë njerëz të tjerë, më të vërtet është e veçantë, edhe veçmaz janë njerëz të moshuar, për cilët unë dyshysh shumë më të i bashkë ndjej shumë e ta. Kështu që kjo është aja që mu më ka thy shpirtënisht, s'ka pas një kohë gjatë kuptim jeta për mu, për shkak se unë kam humb dy figurat kryesore, dy modelet kryesore të jetës tem, cilët kanë formësu mu si karakter, edhe më kanë bë mu një tamam njeri, mu një gjallë, po shpresoj që kjo është e përkohshme, sepse është lutja e me vazhdueshme që unë mi taku të dyjat, të dy gjyshet e mia mi taku në xhenet. Gjatë rrugtimit tënd jetësor, a ke pas ndonjë rast që të kalon pa fjalë, edhe që e kujton si ndryqim të papritur për kuptimin e jetës? Mundu me thonë lirisht që një rast që të kalon pa fjalë, edhe i ka dhënë ndryshim jetës, po në formë komike po thojna, nuk është shumë e vërtet, po sa me hinë qef, është kur e kam taku për herë të parë Ganimetën, edhe që e kam pa, edhe ka pas një ndryshim të hatashëm, edhe të hup vedia krejt, ti nuk e din as çka je ty vepru. Është shumë e vërtet, se për me të vërtet, kjo është e vërtet çka unë po tham. Sepse meshkujt nuk e pranojnë këtë sen, as femrat nashta nuk e pranojnë këtë sen, po kur ti e takon partnerin tanë tjetës, unë kom pas fatin shumë heret me taku partnerin tanë tjetës, që thu që kjo është edhe ma nuk e ndraj. Edhe që kjo ka ndodhë me mu, kam thonë që kjo është personi me cilin unë kam e kalu jetën, kam e kriju familjen edhe kena me vazhdu. E tani kur thojmë keme kriju familjen, këto do të më nalë pak, sepse 6 vjet na nuk kemi pas fëmi, edhe kemi dasht me pas fëmi, dhe kjo ka qenë një 6 vjeçar i jetës tonë tepër e vështirë. Kultura jonë është shumë pa lidhje, edhe njerëz të pyesin çka po pret ne. Njerëz të pyesin pse mo, çka është ka ndodhur, se s'po dojmë na, dhe veç jo erdhët me na kallzu neve. Edhe kjo ka qenë tepër sfiduese, shumë e vështirë emocionalisht kur dikush të ka bërë çet pyetje. Dhe më e keq ka qenë se asu nuk ka mujt me i thonë që po njihna keq grus këtë rast, edhe as ka mujt me nda me mua. E nëherë ka nda me mu, sepse ka thajt kjo psikolog kë mësu me një njerëz të kajt, edhe nuk e ka ditë që edhe psikolog me të vërtet vujnë shumë, edhe me historitë e tyne personale, për i kanë me vujtë shumë në që si kanë trajtu. Kështu që rasti kërë në kumet totalisht pa fjallë, është mas 6 vite, halas janë ba 6 vite, kur na po presëm një fmi, edhe gëzimi maj malë ka qenë që na po presëm një fmi, po gëzim edhe maj malë ka qenë, se këtë këta njerës atë që na pëtëshin neve, edhe thëshin hajde inshallah po ndodhë diçka, këtë dëshin që aleja me konë fëmija jo një parë, me konë djallë. Edhe unë edhe grujem, na kena dash me avkup zemrën këtë këtyne, edhe kemi lutë Zotin, edhe qështë kemi lutë Zotin, kemi thosë Zot, ti na e falë neve një fëmi, po Zot na përdojmë që ky fëmija jo një parë, me ka vajzë edhe jo me ka djallë. Edhe kjo është shumë e vërtet, sepse jo për shkak, sepse normal si shqiptarët i qef me pas një djallë, po ideja ishte se qëta njerëz nuk është që
na banen mirë dhe i qitash, po dojnë që tash na mos me pas ato që ata po dojnë, po dojnë me pas një diçka të veçantë. Kështu që kur ka lind Aleja, pavarësisht që s'kam qenë prezent, e kom po që ka qenë një moment shkurt, Aleja ka lind me 14 shkurt, edhe ka qenë me të vërtet një moment ku s'kom dit as çka po ndjej, s'kom dit as çka po flas, s'kom dit as çka po veproj, edhe totalisht kam qenë impim, ka qenë një dozë e madhe e gëzimit hatashëm, po ka qenë një dozë e madhe e frikës e hatashme. Kështu që e kujtoj që të rast, jo kur e kom taku gruan tem, sepse ato kemi të veç pa fjalë, edhe këtë jetën kam të shku pastaj pa fjalë, po ka qenë kur lindja e Ales me 14 shkurt, me mëngjesin e 14 shkurtit, ku unë me të vërtet kam qenë pa as një dije çka është të ndodhë me mu. Kështu që është rasti veçantë edhe që kam e kujtu gjithë si të veçantë. Edhe në një farë mënyrë sot da ditë, aja ndjenja për Alejen, dyqysh nuk guxojna me këshyrë, se mos përna e gjona i sen, nuk guxojna shumë e dash, sepse me dash shumë mos po thehet. Kështu që kjo është rasti më i veçantë ku kam ejtë pa fjalë, pastaj kam ejtë pa fjalë edhe 2 hera tjera, me vajzën e dytë me Lianën, me të cilën kom kriju shumë lidhje të mira me ta, edhe normal me djalin, Farisin, po nuk e di unë me gruan i doj ma shumë vajza se sa djalin dhe kjo është diçka e keqe, se si duket këto ndjenja tona derisa neve Zoti na ka falë fëmijët, ka bon që na mu lidh ma shumë me vajzat, sepse është diçka që kemi prit shumë, se sa mu lidh me djalin, po prap ata e plotësojnë njëri tjetrin. Tash nuk është gruaja që po të lake pa fjalë këtë kohën, po ishin pastaj fëmijët që po të lashin pa fjalë, po të lashin pa ndjenja, po të lashin pa gjumë, edhe nuk pja besojshin nonës dhe babës tanë, çka ta kanë hik me ty, derisa ti kalon vetë në çato sfida. Nëse e kishe taku vetën 20 vjet më vonë, ç'a mendon që të kishte thënë ajo, apo ç'a mendon që kishte qenë ajo biseda mes juve për jetën cilën ti e ke kalu? Ma herët e menova që si pyetje, do të kur e kom taku për herën e parë vetën tem, edhe ke ma bëhe sfiduse. Normal që hera e parë që unë e kam taku vetën tem në aspektin shpirtëror, ose sepse nuk nën kupton që me taku vetën tone, veç me taku dhe me tha që e takova. Po e takon vetën tone në një farë formati krejt tjetër. Nëse kthejna 20 vjet mrapa, nuk kisha dash veç 20 vjet mrapa, kisha dash shumë më ti më kthy, shumë më vonë, sepse unë tash i kam 41 vjet, edhe nëse kthejna 20 vjet i bjen që unë jam ty jetu një stil tjetës, cilën unë po e du, tash mo jam i pjekun, u du më kthy atje ku jam koni pa pjekun. I pa pjekun i vjen mos me njoft Zotin tanë, mos me ditë kush je, sepse vetëm të e njoft Zotin, ti mund është me ditë kush je në realitet. Në psikologji e mësojmë atë aspektin shpirtënor, kushtimisht selfin, nefsin, kur du me taku vetën tem, du me taku nefsin tem, e takoj vetëm përmes praktikave islame, përmes meditimit që na e bajna, përmes njohjes Zotit. Kështu që kisha dash më kthy shumë herët edhe gjithherë, me kanë qaj personi i cili e njeh Zotin e vet, i cili nënshtrohet Zotit vet, dhe që kjo është qaj pishman llaku i vetëm që mundu me pas një jetën tonë, sepse kuptim real të jetës tonë mund është me dha vetëm kur ti e njeh Zotin. Kështu që një pjesë e jetës tem ka shku në këtë aspekt, të mos e njoft Zotin, ndoshta tu e kërku Zotin, sepse na shpesh e kërkojmë Zotin në forma të ndryshme, dhe tu e kërku në forma ndryshme na herë edhe nuk e gjon, sepse nuk e din çka po don. Edhe pyetja ma elementare e mundshme, që pyetje kolosale, kish me qenë momenti kur ti e din çka ti e ty dasht. Edhe në këtë botë, njerëzit nuk e din çka dojnë. Ka njëherë dojna aspektet materiale, dojna familje, dojna aspektet ndryshme me pas famë, me ka shkencëtari më i madh, po në realitet asnjë nuk ka kuptim nëse nuk e mvesh me petkun e besimit, kështu që kur ti e beson Zotin, ka kuptim gjithçka. Hera e parë
kur unë nisna me shku drejt xhamis, që është shumë interesant, që çto mendoj që e kum taku veten tem. Po thamë interesant dhe po më keshët sepse menojsha ka të shkojsh rrugës, mos kisha qerop të bardha, sepse në xhami dush me shku me qerop bardha, nuk ba me shku me qeropa tjera. Edhe rrugës ishte e vop, nuk e di ka qenë maj, nëse nuk gaboj. Edhe rrugës të shku në xhami, po dufke her pas here mu nalë, edhe me i hjek fucat, sepse ka mundësi që munën me marrë erë qerapat, edhe kështu që ti në xhami s'ba me shku me erë të keqet qerapat. Edhe kështu arrita me shku në xhami me plot sfida, sfida që ja krijova vetës tem, sepse menojsha që do të me shku me qerapat bardha, do të me shku pak të rilan, edhe nuk ba me të ardhe era kur gjon për pas erë parfimi. Edhe kur kam shku në xhami, për herë të parë me fal xhuman, se di veç kam hinë xhami, edhe kam vepru gjithë shka që kanë vepru dhe tjertë, s'kom ditë çka po veproj. Po kjo është hera e dytë që kur une e takoj vetën tam qitë format, hera e parë o konë kotën e tretë shpis, kur thjesht kom tha po du mu falë. Sepse më thanë ma herët të më pyti dikush a disha ditë nëse dita, fillova me gjurmu, fillova me mësu këtë sen, edhe veç jam falë, nuk di asë që jam falë, për që është namazin ma i miri në her njetë që une kam vepru, edhe namazi ma i mirë njët, edhe takimi ma i mirë, takimi i vetës tem, kur tham i vetës tem, me taku vetën tem fizikisht, me taku vetën tem nefsit tem, me taku vetën tem mendjen tem, edhe gjitha me konë njëtën kohët, njëtën vend, njëtën format të nënshtrum, ka qenë që kjo hera e parë në xhami, cila kishte sfidën e vetë, për mos me konë që ashtu qysh dohet me shku, qysh unë në realitet ishin konceptet e mija me shku. Kështu që ato kur ti thu Zotit që unë jam këto, edhe për ndjej që edhe ti dikon, je ofër meje, që kjo është diçka, nuk t'jep kur gjafi nuk t'a jep që t'ndjen, sa do qoftë ta jep. 200 psikoterapia bani, si që kjo terapia ku ti thu Zotit, unë jam i nënshtru me ëtë, unë jam robi ëtë, e tregoni fare respekti, edhe pse na akuzojnë shpesh a di thojnë ju pi tutni Zotit, Zotit s'dosh mi u tut se a di kur i tut është diçkafit, është pa lidhje, frika ndaj Zotit është dashuri, edhe ti e pranon që dashurinë që i ki edhe kjo ndodh veç kur ti me të vërtetë nënshtrohesh 100% Zotit tanë. Kjo është formati ku ne kom taku vetën tam. Është edhe një format tjetër që unë e kam taku vetën tam dhe gjithherë për i referoh në takimit vetës tam në qëto rrugtimet e mija shpirtnore. Rrugtimi maj madh shpirtnor jami është haxhi, në vitin 2007-2008, për i tham 2007-2008, sepse ka qenë periudha e dhjetorit edhe një pjesë e haxhit e ka në zonë edhe 2008-shën. Kur unë kam shku në haxh, edhe për herë të pare kam pa qabën, për herë të pare kam taku, edhe për shembull kam menu që s'ka me pas na indjen, ma herët kam menu kom thonë, e qysh mundet njeri me kajt, kur për shembull vorri Muhamedi a.s. është shumë a larg, po e kom pas qatë ndjenjen që me të vërtet është afër, Muhamedi a.s. me të vërtet është afër Omeri, edhe me të vërtet është që afërsia, që ndjenja që ti me të vërtet e kinë qatë ven, kështu që e veçanta e takimet mija shpirtnore në qëtë format ka qenë takimin me Muhamedin a.s. po me varrin e tina, e inshallah kena me taku edhe kështu, edhe që kjo kur për herën e parti e shet qabën edhe i takon. Nuk e di çfarë rrugtimesh tjera shpirtnore ka njerëz të tjerë, mirë po e di që takimet e vetme shpirtnore që i kam pas reale edhe 100% sakta, ku unë jam kanë vetja jam edhe shpirtnisht, edhe fizikisht, edhe psikikisht, kanë qenë qëto takime kur unë e kom taku në mënyrë të veçantë, në mënyrë specifike Zotin tem. Në këtë udhtim të përrejtimeve të pashprehuna, cila është ndjenja që do m'ja përcjell audiencës sot? Diçka që kam prej vetës e më dhona atyne, diçka që kom marrë prej tjerëve dhe ja kom dho vetës tem, është një aftësi e cila neve na përqen vazhdimisht dhe nuk mundu me jetu pa ta. Normal, kisha dash që njerëzit me pas një kuptim ma të thellë për dashurin për njëri tjetrin,
për dashurinë që e kena për kolegun, për dashurinë që e kena për prindrit, për dashurinë për fëmijët, e mbi gjitha me gjetë rrugën tonë, dashurinë që e kena për Zotin, e kema edhe për dërgumin e tina. Po është një koncept që shpesh mbjen men edhe sfidohna me to, sepse e harrojmë që të pjesë, e harrojmë që na do të me dash njëri tjetrin. Kur komunikojna me urrejtje, kur po komunikojmë, dyshysh e ka hub kuptimin që kjo pjesë. Kështu që çka kisha dashur tonë me përçu si mesazh është që na me dash njëri tjetrin. Dhe me dash njëri tjetrin nuk nën kupton vetëm me dash me u buzëqesh, po mu nënshtru ndaj njëri tjetrit, me kodh gatshëm me sfidu veten, me hjek diçka personale tonën dhe me dhonë për tjetrin. Na po shohim në rrugë njerëz që lypin, po shohim familje të vujtne, shohim njerëz që të vujnë sot, edhe jemi në një shekull që është zhvillu shumë njerëzimi, kena ma shumë gjona se sa kena pas ndonjëherë, po kur ma shumë s'kena njerëz që të vujnë. Dhe për menimin tim kjo është rezultati mungesës dashurisë. Në qoftë se na nuk kena me kanë të gatshëm me dhuru dashurinë njëri tjetrin, nuk besoj që na kena me shpëtu njëri tjetrin në rrugtimet tona shpirtërore, të cilat nuk janë hiç të rëndësishme për neve. Kështu që na kena me vazhdu me vujt, sepse nuk po jemi të gatshëm me qenë pranë njëri tjetrit, me dhuru dashuri, dhe dashuri të sinqertë, dashuri me mirësjellje, edhe me ndihmu njëri tjetrin në këtë aspekt. Kur kthehesh edhe e sheh jetën tënde dhe karrierën tënde, çka të bën me kon falënderues edhe ç'a mendon që të sfidon hala e ki nevojë me urrite me u zhvillu? Shkurt edhe treq, kur kthehesh mrapa, falenderon Zotin që ti ke pas që tjetë që e ki, krejt këtë sfida që i ke pas një jetën tënde, sepse është me falenderu. Najherë na i friksohemi të kalumës tonë dhe thojmë që kena pas ngjarje të vështira dhe të këqija, sa kishim dashur me shly. Po nuk do të me harru se që ato ngjarje të këqija dhe të mira që janë të kanë formsuar çaj që ti je tash aktualisht. Në qoftë se nuk po të pëlqen çaj që je tash aktualisht, i bën që ki nevojë me fol pak me veten tënde dhe me sfidu pak veten për me formsu qatë pjesë ose me pa cila pjesë e jote as po të pëlqen me trajtu si problem. Po vetë fakti që ti tash po interesohesh për atë pjesë i bën që e kalumja jote të ka bon një person më të mirë që ti je. Edhe kjo është e mënyra që unë besoj që nuk është shumë mirë na me pas dëshirë më kthy mrapa dhe me ndryshu diçka në jetën tonë. Po çka është më e mira në jetën time, mas shumë të që unë e du, edhe që se ndryshoj kurrë është kur unë e kam gjetë besimin në Zot, sepse fillimisht besimin në Zot unë e kam kërkuar në një fe tjetër, prej prindve të mi, sepse si i riti kërkon, prind nuk ta afrojnë, edhe qajtë që derë në rrugë ti mund është me taku edhe me komuniku me ta dhe me ta marrë, me pa që ti kimi bëshlak edhe me ta thu qatë bëshlakun tanë. Mirë po, kur kthehna pra e gjaj edhe e shoh që është thjesht qa që unë kisha me dasht gjithë, mos me ndryshu kur është kur unë kam gjetë besimin në Zot, kur filozofia jetës tem është bëj Islami, dhe që kjo është që unë kisha me dasht gjithëherë me vazhdu. Çka kisha dasht me ndryshu në të ardhmen është që unë me vazhdu pjekjen tem emocionale, sepse është diçka që nuk nalet asnjëherë, derisa na të vdesmi, po pjekja emocionale me kon karshi, dëshirave edhe çashtu qysh Zoti e kërkon prej neve. Kështu në qoftë se unë kam e vazhdu jetën tem, po du që vazhdimisht besimin tem, besimin Zot, vazhdimisht me mësu për këtë pjesë dhe vazhdimisht unë më pjek edhe emocionalisht, edhe shpirtnisht, edhe me konë në një mënyrë totalisht i nënshtruar ndaj besimit tem, filozofisë të jetës tem. Arber, unë falenderoj shumë, unë ndiva shumë e nderuar dhe privilegjuar me dëgju rrëfimin tonë dhe gjithë to histori kaq përmbajtësore, kaq vlefshme që i ndave me neve sot, kështu që jam shumë falenderuese edhe Zotit shpërblet që ishe sot me neve. Amen, faleminderit edhe juve. Pos terapisë personale që unë e kam marrë, është hera e parë që unë me dikant tjetër i flas disa gjona pos me terapisti. Kështu që unë niva tepër mirë, po shpresoj që na kena mujt me ndihmu dikujna, ose të paktën një mesazh dikush me marr prej asaj që na bashkë kena komuniku, një mesazh të mirë, sepse na herë
në televizion ose ku do qofshin, mjafton që ti me pa një mesazh dikon, edhe ti me marr atë mesazh, me kap edhe me formsu diçka në jetën tonë. Shikus dashtun, ky është rrëfimi i arbrit, e unë uroj që gjatë këtij muaji të shenjtë t'ju pranojnë të gjitha lutjet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Mirëmbëjtje. Ramadan, Ramadan, Ramadan.